Mungesë transparence, pagesa të diskutueshme dhe tender që ngrenë dyshime për respektimin e ligjit. Këto janë disa nga gjetjet e ulëmtimit të më të ri të Qendrës për Komunikime Civile, i cili analizon 3 raste të prokurimeve publike në vend, një në Ministrinë e Punëve të Brendshme, një në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe një në komunën e Çajirit. Sipas ulëmtimit, gjatë 5 viteve të fundit, qytetarët kanë paguar 73 milion euro për pasaporta, letër njoftime dhe patenta shoferi, ndërsa kostoja për institucionet kanë qenë 29 milion euro. Dokumentet vazhdojnë të prodhon nga një kompani që ka fituar tenderin para 21 vitesh, ndërsa kontratat dhe ankesat e tyre mbeten të klasifikuara si konfidenciale. Në fokus të analizës është edhe tenderi i Ministrisë së Punëve të Jashtme për evakuimin e qytetarëve nga lindja e mesme. Ulëmtimi konstaton se fluturimet me vlerë prej rreth 1 milion eurosh janë paguar paraprakisht për te kufive të parashikuar me ligj. Po ashtu, procedura e tenderimit ka përfunduar me vetëm një ofertues, pasi kërkesa për ofertën në fazën e dytë ishte dërguar vetëm një kompanie. Në raport, trajtohet edhe ndërtimi i pishinës së mbyllur në shkollën Ismail Qemali në komunën e Çajirit, projekt me vlerë 890.000 euro, edhe pse komuna kishte raportuar se kontrata ishte realizuar plotësisht në nëntor të vitit 2025, objekti u promovua zyrtarisht vetëm 6 muaj më vonë. Dokumentet e analizuar tregojnë se në kohën kur projekti ishte shpallur i përfunduar, ende kishte punime të pambyllura dhe nevojë për testime teknike. Nga Qendra për Komunikime Civile thonë se këto raste ngrenë pyetje serioze mbi transparencën, konkurrencën dhe menaxhimin e fondeve publike, duke kërkuar kontroll dhe mbikëqyrje më të madhe të procedurave të prokurimit publik.